Tu e pa se sa pak gjelbrim ka Prishtina, kemi vendosur që sa do pak me kontribu në mbjelljen e fidaneve në hapësirën në mes të Mshirit dhe Dardanis. Ajo çka ka qenë e rëndësishme për ne, është jo vetëm thjesht të japim donacion për këtë, por që të angazhohet direkt i tërë stafi ynë. Kemi vendosur mi kushtu pak më shumë rëndësi qytetit Prishtinës, që të kemi domethënë ambient më shumë gjelbruar, të kanë fëmijë tonë ku me lozë, të merr ma lirshëm frym qytetin përgjithësi. Njerëzit që punojnë në Raiffeisen Bank dhe të dalim e të mbjellim pemë atë ditë. Nuk është esenca e filantropisë vetëm të kontribuot me pare, por të ndërtohet një kulturë vullnetare në mes të gjithë neve që punojmë në bank. Bankat kanë pasur punë të mirë me klientë në Kosovë dhe ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për këtë. Për atë, edhe e konsiderojmë obligim tonin që t'ja kthejmë shoqërisë atë që e meriton. Ku na ka ardhur një projekt i mirë si Atomi, që ka për qëllim stimulimin e talentëve të rinj, neve na është dukur si projekt aq i nevojshëm për Kosovë, saqë i kemi dhënë 2 fishin e asaj që kanë kërkuar. Projektet filantropike janë thellë të mbjellura në mënyrën se si ne mendojmë dhe në mënyrën se si ne veprojmë. Për këtë arsye, jemi të përkushtuar që të vazhdojmë këtë praktikë dhe të kontribuojmë sa më shumë në shpërndarjen e filantropisë si mënyrë e të menduarit dhe të vepruarit në Kosovë.